Analisti Shenol Muharremi ka publikuar marrëdhënien e fundit të omnibusit, ku thotë se lëvizja në vetëvendosje preferojnë më së shumti votuesit me nivel të ulët të ekzekutimit që nuk kanë kryer as shkollën fillore. Përmes një postimi në Facebook, Muharremi ka bërë të ditur se sa më shumë që rritet niveli i edukimit të votuesve, aq më e vogël është përkraja e VV-s. Sipas marrëdhënies së fundit të omnibusit, votuesit me vetëm disa vite shkollë, niveli më i ulët i edukimit, nuk kanë as shkollë fillore të përfunduar, e kanë një përkraje të lartë prej 54.70% për LVV-n. E sa më shumë rritet niveli i edukimit të votuesve, aq më e vogël është përkraja për këtë parti. Janë vetëm 23.60% votues me magjistraturë e doktoraturë që kishin votuar lëvizjen vetëvendosje sipas marrëdhënies, ka shkruar ai. Tutje analisti ka publikuar edhe statistikat e partive të tjera, ku thuhet se te PDK vetëm 3.80% e atyre me disa vite shkollë përkrajin, ndërsa kjo parti ka përkrajen më të lartë tek votuesit me magjistraturë dhe doktoraturë, 34.70%. LDK ka një përkraje prej 18.90% tek votuesit me disa vite shkollë, ndërsa tek ata me magjistraturë e doktoraturë ka një nivel të përkrajes prej 13.90%. Tek shtresa e studentëve LDK ka një përkraje prej 18%, PDK prej 14% dhe LVV prej 38%. Ata me shkollë fillore përkrajin LVV-n në 40.5%, PDK-n 20.40% dhe LDK-n 17.50%, ka përfunduar Muharremi.